Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet më të mëdha shkojnë për Allahun e Madhnushëm. Temën për cilën neve sot kemi me diskutu me zvete është qasja e fëmijëve dhe dashuria e fëmijëve ndaj Ramazanit. Sinqerisht, krijesa fëmijë është krijesa më e dashur dhe më e bukur në dynja. Mirë po, gjithçka varet se si ne ata i plasojmë dhe se si ne ndaj tyre sjellim dashuri dhe respekt të veçantë. Dashuria ndaj fëmijëve të bën që ata të ndihen krenar. Dashurinë kur e japim ndaj fëmijëve të pa kompromis, ata e ndjejnë veten se janë të vlefshëm për neve dhe për shoqërinë tonë. Mirë po mbi të gjitha neve kemi shembullin e hadithit të pejgamberit a.s. ku ishte pejgamberi a.s. dhe përqafoi nipin e tij Hasanin. Afër tij ishte një nga shokët e tij dhe i tha: "O i dërguari i Zotit, unë kam 10 fëmijë dhe asnjë nuk e kam përqafuar." Atëherë pejgamberi a.s. ja ktheu, tha: "Nëse ju keni 10 fëmijë dhe nuk i keni përqafuar, atëherë si e dëshmoni dashurinë që e keni ndaj të tjerëve?" Apo verzioni tjetër: "Nuk kam se çka të bëj nëse juve Allahu ja u ka hek nga zemra juaj mëshirën ndaj fëmijëve tuaj." Sinqerisht, kontakti me fëmijë e bën që neve më shumë ta studiojmë apo ta kemi më për zemër qenien fëmijë. Sepse fëmia të shikon se çfarë vepron, fëmia të ndëgjon se çfarë thua, fëmia ti përcjell edhe hapat se si ti i kalon. Dhe fatmirësisht neve ka dashur Zoti të jemi mësuese të mësim besimit dhe qasja jonë me fëmijët është diçka që të lidh shpirtërisht. Nuk është diçka që e bën kalimthi, mirë po e bën me këtë ndjenjen shpirtërore. Kur neve para disa ditëve bisedonim me fëmijët në xhami se po vjen Ramazani, po vjen një muaj i mrekullueshëm, ata filluan t'i shprehin ndjenjat e tyre dhe të tregojnë: "Jemi nga tash duke filluar dhe duke menduar se si ta menaxhojmë muajin e Ramazanit." Për arsye të shumta, sepse janë nëpër shkolla, janë ata të cilët mundohen në vazhdimsi ta ndajnë plan programin e jetës në forma të ndryshme. Dhe ajo e cila më së shumti të bën të ndihesh e kënaqur, sepse ata pranojnë çdo gjë kur mësuesi i tyre ju jep. Kur neve ishim duke mbajtur mësim besimit në xhamia, njëra prej vajzave më tha: "Mësuese, të lutem, a ka mundësi të ma bësh kopje duan e iftarit, për arsye se neve t'jemi ato që t'ja u japim edhe shoqërisë shoqeve tona nëpër shkolla, që t'ju tregojmë se duaja e iftarit është një diçka që i ngrit dashurinë dhe mirësinë brenda familjes." Ne i tha mësueses: "E mësojmë të gjitha së bashku gojarisht." Ajo kërkoi në atë formë për arsye sepse e ndin obligueshmërinë që edhe ajo, edhe pse është vajzë e vogël, dhe mundet me qenë që ta shpërndan mirësinë dhe rahmetin e Zotit. Kjo t'jep me kuptu që Ramazani i prek të gjitha moshat, pa marrë parasysh është fëmijë, i rritur apo edhe pleq. Kur vjen koha e Ramazanit, fëmijët e ndin veten shumë të lumtur dhe të kënaqur, sepse do të vjen një kohë e cila aktivitetet tona do t'jenë të shtuara, mësimi jon do t'jetë më i veçantë, iftaret tona do t'jenë ato cilat do t'japin mirësi dhe dashni afër neve. Kështu që të mundohemi sa më shumë të mbjellim dashuri, respekt dhe mirësi me fëmijët tanë, duke e pasur parasysh çdo herë që çdo dashuri që e mbjell tek fëmijët do ta kesh shumë fishimin e saj. Kjo t'len të kuptosh dhe të mendosh shumë për gjërat të cilat ne duhet të veprojmë në formën më të bukur. E ajo është dashuria e pa kompromis ndaj fëmijëve tanë dhe qasja jonë ndaj tyre t'jetë në formën më të bukur dhe më të pastër njerëzore. Mbi të gjitha, fëmia është ai që jep kënaqësi, lumturi dhe harmoni çdo vendi ku ai është apo mbetet. Dhe mbi të gjitha, të mësuarit e edukatës ai e merr nga ne, e asnjëherë nga të tjerët. Qasja jonë, e curit tona, të folurit tonë, çdo gjë fillon nga ne
dhe çdo gjë mbaron me neve. Kështu që të mundohemi të jemi ato të cilat japim shembuj të mirëfillt për fëmijët tonë, qofshin fëmijët tonë apo qofshin edhe ata cilët na i kanë besu prindrit e tyre për mësim. Kur të flasim në përgjithësi për Ramazanin, për ndjenjen e Ramazanit, fëmijët kur janë të vegjël, ata me nxispresin t'ua shërbesh vaktin cilin ata kanë me ngrënë. Mirë po kur të vjen koha e Ramazanit, kam dëgjuar prindrit e tyre kur thonë, mësuese këta asnjëherë as që afrohen afër kuzhinës dhe as që kërkojnë asnjëherë që të vjen koha më shpejt të ngranim iftar. Mirë po ulen në tryezë dhe presin iftarin me shumë dashuri dhe me duar të ngritura nga qielli, duke e falenderuar Allahun edhe pse janë të vegjël, duke kërkuar nga Allahu që Allahu t'na falë dhe t'na mëshiron edhe pse jeni të vegjël. Dhe kjo të jep shumë të mendosh dhe të kuptosh që mirësia e edukatës së mirëfillt ndaj fëmijëve tanë duhet ta kemi shumë për zemër dhe duhet ta bëjmë në formën më të bukur që njeriu mundet me vepru. Dhe çdo herë e thras veten dhe i thras të tjerët. Të mundohemi që me fëmijët tanë t'i mbushim zemrat e tyre, mendjet e tyre, t'i mbushim me mirësi dhe respekt, sepse ata janë që nesër do t'japin të njëjtën gjë, sikurse ne për ta, ashtu edhe ata për të tjerët.